Rikthimi i Egli Takos në shtëpinë e Big Brother VIP 4 i ka trazuar ujërat mes Gjestit dhe Rozanës. Kjo e fundit ka qenë duke biseduar me Laertin dhe Valbonën. Nubi më tha bëjmë një lojë unë, ti, Laerti ka pemi me njëri tjetrin dhe këta i lëm kështu. 45 vjeç unë kam ardhur të bëj lojën time dhe në një moment ju shkrep këtij të më bëj lodër të veten. Në çfarë ëndër e pa? Kur ja thash më tha tradhtare, tha ajo. Më pas është shprehur se Gjesti nuk luan dot në shtëpinë e Big Brother VIP pa një gocë. Gjesti ka një problem shumë të madh. Gjesti është vetëm tani. Fakti që kjo goca nuk i ka folur. Unë i dhash një mundësi që të ridashurohen, ta rigënjej ai atë nga fillimi, me që kjo goca ka ardhur për lojën e vet dhe do të bëj lojën e vet. Ai çuni nuk loz dot pa një gocë. Se iku Egli ngeli thatë, lozte vetëm me vezë. Rinte zijej me vserlon, i harroj lojtarët që kanë ardhur që ditën e parë këtu. Dhe çfarë bëri, e provoi me mua me idenë që unë do t'i rria lojës së Gjestit. Unë nuk jam kalama. Unë Gjestin e kam xhan, po nuk marr urdhëra nga Gjesti, tha Rozana.